Nëse e kursej rrogën gjatë një viti, sa përqind të mbjen me dhënë zeqat, për shembull nëse kalon 1000 euro? Allahu të baftë të kujdesshëm ndaj farzave të Zotit, mashallah. Allahu të rujtë Allah. Allahu të bekoft, mashallah. Allahu të ashtot rizkun halal, ja Rabbi. Se për këtë kësaj pyetje themi, zakonisht nëse 1000 euro i mbledh gjatë një viti, nuk ki nevojë me dhënë zeqat fare. Nuk ki nevojë sepse nuk janë plotësu kushtet e zeqatit. E ke parasysh? E nëse i ke mbledh çdo muaj ka 1000 euro, i ke bërë 12000 euro në fund vitit, atëherë ka dietar që thonë duhet çdo 12000 euro me najt një vit, na çka themi? Çfarë përgjigje japim? S'ka problem, inshallah taala, edhe nëse s'kan najt, për 12 muaj që i ke mbledh 12000 euro, i jep 2.5%. A nëse i ke mbledh 1000, 2000, deri në tash, domethënë 82 gram ari sa bëjnë, nëse nërqet shumë, i ke mbledh s'ki nevojë me dhënë zeqat për to, pra për 1000 euro nuk jep fare zeqat.